Vendosni gjethe dafine poshtë të krevatit çdo mbrëmje dhe do mahniteni me atë që do t'u ndodhë. Shumica prej nesh ka dëgjuar për syrin e keq dhe I besojnë atij, ndërsa disa persona të tjerë mendojnë se syri I keq nuk ekziston, por është thjesht një moment I njeriut I cili bie në depresion ose ndjenjën e lodhjes ose mënyra të ndryshme. Ju mund t'i vini çfarë do lloj emri që mund të doni për një gjë, është e sigurt se ka disa momente në jetë që jeta juaj nuk shkon mirë dhe ju jeni të rrethuar nga valët të mëdha të energjisë negative. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe kur kjo ndodh, ne vëmë re që nuk kemi as pak në humor ose në shumicën e kohës, ndërmjet na vinë vetë mendimet e këqija për të tashmen dhe për të ardhmen, ose edhe ato të cilat nuk na japin sigurinë e duhur. Energjia negative mund të ketë shumë burime të energjisë dhe është e rëndësishme t'i njohim ato për të rregulluar problemet dhe për të marrë hapat e dur për t'i korrigjuar. Edhe pse në shumicën e rasteve kjo energji negative nuk vjen prej nesh, por nga personat që kemi pranë nesh, duhet të vlerësohet fakti që ne nuk I ndryshojmë këta persona. Sot do ju tregojmë një mënyrë se si mund të bekojmë veten tonë nga këto situata të pakëndshme dhe të kthejmë fatin në anën tonë. Ndaj edhe në këtë video do ju tregoj mënyrën më popullore të largimit të energjisë negative, por edhe për ata të cilët rrëfejnë në disa shenja se si të dalloni me lehtësi nëse rreth jush ka një prezencë të kësaj energjie negative. Shenja e parë. Paratë nuk rrjedhin kollaj. Faturat e papaguara fillojnë të grumbullohen dhe ju nuk e dini se ku po shkojnë paratë tuaj. Ngecja e prosperitetit është një shenjë se rruga e rritjes është e bllokuar dhe kur fillojnë edhe të humbasin paratë. Shenja e dytë. Ndiheni të lodhur, të raskapitur dhe të zhgënjur lehtësisht. Ju kalon ulja e ngritje dhe përfundoni në dëmtimin e vetes. Ju jeni ende të raskapitur edhe pas një pushimi të gjatë të natës dhe një diete të ekuilibruar. Shenja e tretë. Ndjeni të stresuar dhe të paaftë për të menaxhuar aktivitetet e përditshme, gjëra që ishin më mirë më parë. Shenja e katërt. Jeni të predispozuar ndaj infeksioneve më shumë se normalisht dhe filloni të sëmureni më shpesh. Shenja e një sistemi të ulët imunitar e mbuluar nga stresi. Shenja e pestë. Komunikimi preket. Njerëzit duket se nuk janë në gjendje t'i kuptojnë dhe ju mendoni se ata nuk ju kuptojnë dhe ju I krijoni konfuzione. Shenja e gjashtë. Është e vështirë të kujdesesh për veten dhe nuk mund të gjesh asnjë moment për veten tënde. Shenja e shtatë. Modeli juaj I gjumit ndikohet nga ëndra dhe makte të çuditshme. Nënvedia juaj përpiqet ju paralajmërojë se diçka nuk është në rregull. Shenja e tetë. Mendime dhe emocione negative duke se shfaqen sa herë që përpiqeni të qetësoheni, dhe pjesa më e keqe është se sa më shumë që përpiqeni të ndaloni ato, aq më e vështirë bëhet gjëja. Shenja e nëntë. Ju humbisni çelësat, paratë, kuletën, rrobat e të tjera dhe nuk mund t'i gjeni, edhe pse në të shumtën e rasteve janë para jush. Shenja e 10. Pamundësia për t'u përqendruar me mendime që ende mund t'jenë konfuze në përgjëra të rasteve që mund të përjetojnë edhe ndjenja zbrastësie. Dhe tani të mësoni se si të hiqni qafe energji negative dhe të pastroni ambientet dhe shpirtin tuaj. Nëse ju mendoni se energjia negative është shumë e fortë dhe nuk mund të largohet, ju do të mahniteni kur të zbuloni se sa thjesht largohet ajo. Ne sot do të gjejmë edhe një zgjidhje efektive. Nëse në shtëpinë tuaj keni gjethe të thata të dafinës, atëherë merrni disa gjethe. Aq sa jetoni ju në shtëpi dhe kështu nëse jetoni 4 persona, merrni 4 gjethe të thata të dafinës, ose nëse jeni 3 persona, merrni 3 gjethe. Dafina është bima më e pastër dhe më e bekuar dhe gjithashtu lidhet me forcën e shërimit të universit. Ndaj vetëm në këtë mënyrë shumë të thjeshtë ju në pak kohë do të vini re se bekimi dhe fuqia hyjnore do të hyjnë në shtëpinë tuaj. Gjithçka që duhet të bëni është të digjni gjethet e dafinës dhe aromën ta përhapni në të gjitha ambientet e saj.
Ky është një ritual që sipas Feng Shui cilësohet si mënyra më e mirë për të rikthyer kështu prosperitetin edhe një herë dhe të largoni edhe mësyshin. Të gjithë ju e njihni nga gjyshet se gjethet e dafinës dhe natyrshëm, përdorimi i tyre kanë efekte të mrekullueshme në dobi të shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Dafinat të nxisin humorin e mirë, rregullojnë nutrientën, zvogëlojnë riskun e problemeve kardiovaskulare. Ato trajtojnë kollën dhe njëkohësisht edhe një problem mjaft të madh siç është edhe stresi. Përveç aromës që u japën gatimeve, dafina është një qetësues natyror i pasvendësueshëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë që japin zemrës forcë dhe çlodhin trurin. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese, sepse ka në përmbajtje të saj lineol, një element që ul hormonin e stresit në organizëm. Gjethet e dafinës ndihmojnë në të qetësoheni edhe në momentet më stresuese, pra kur ankthi është tepër i lartë. Por si duhet të veproni për të ulur ankthin dhe stresin? Duke djegur, gjethet e dafinës lëshojnë vajrat esenciale të cilët kanë efekte qetësuese për trupin dhe për mendjen. Vajrat esencial janë të dobishëm për zvogëlimin e ankthit dhe të stresit, pagjumësisë dhe lodhjes kronike. Digjini disa gjethe të thata të dafinës në një enë mjaft të madhe për të paktën 10 minuta. Nëse këtë e bëni çdo mbrëmje pas disa ditësh, do të ndjeni vetëm qetësi. Kështu, përfitimet që do të merrni nga gjethet e dafinës janë në vërtet breslënse. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu, dhe vendi ynë cilësohet si një nga elementët që mund të ofrojë një bimë të veçantë edhe për të mbajtur larg komplikacione të ndryshme të tyre. Sipas Healthline, bima e dafinës është një produkt fantastik edhe kundër problemeve të sistemit tretës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre element diuretik që ulin nivelin e toksinave dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë gjithashtu stomakun tuaj të trazuar. Japin rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Dafina është e mirë edhe për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar gjithashtu edhe kundër problemeve të cilat lidhen me shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përdorimet të tilla të gjetheve të dafinës kanë një impakt pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e dafinës, mund t'i përdorni ato në gatimet tuaja për të përmirësuar edhe sistemin tretës. Dafina është një lehtësuese e frymëmarrjes. Vaji i dafinës përdoret për të lyer kraharorin dhe ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve të cilat lidhen me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni kështu avullin e saj. Elementet që ajo do t'jap do t'jenë një mburojë shumë e mirë ushqyese lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Ndaj, përdorimet të tilla të dafinës do të luajnë një rol pozitiv edhe për frymëmarrjen tuaj. Dafina është një produkt fantastik, shumë i mirë edhe kundër problemeve të rënies së flokut. Nëse po përpiqeni të përmirësoni flokun tuaj dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagini ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurat e thata. Ndaj, përdorimet të tilla të dafinës do t'japin rezultate mjaft të mira ushqyese edhe për shëndetin tuaj të flokut, citon studimi. Ndaj, nëse doni, mund të përdorni gjethet e dafinës edhe për efektet e tyre anti-inflamatore, që mund t'japin një çlirim mjaft të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Mos nguroni t'i përdorni ato si duhet në mënyrë që rezultatet për shëndetin tuaj t'jenë vërtet të larmishme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ofruesi të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mullojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.